Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi sot NATO në 77 vjetorin e krijimit të saj me anë të një postimi në rrjetet sociale. Presidenti Begaj përshëndet këtë moment historik dhe riafirmon angazhimin e Shqipërisë për të qëndruar partneri pa lëkundur i NATO-s në shërbim të stabilitetit dhe sigurisë së përbashkët. Prej 77 vitesh, NATO është një nga arritjet më të rëndësishme të bashkëpunimit ndërkombëtar, një aleancë ndërtuar mbi besimin dhe solidaritetin për garantimin e lirisë, sigurisë dhe mbrojtjen e përbashkët. NATO vazhdon të jetë simbol i unitetit dhe përgjegjësisë kolektive, duke mbrojtur vlerat demokratike dhe forcuar sigurinë euroatlantike. Prej 17 vitesh, Shqipëria qëndron krenarisht si një anëtare e denj në këtë familje, duke kontribuar për paqen, sigurinë dhe mbrojtjen kolektive. Rritja e buxhetit të mbrojtjes, si dhe kontributi aktiv në misione e operacione të NATO-s, janë dëshmi e përkushtimit ton të palëkundur ndaj vlerave të përbashkëta, shkruan Begaj.